Jemi në mes të pranverës dhe vizitueshmëria në qytet po vijon me ritme të qëndrueshme, rrugicat karakteristike, monumentet historike dhe mikpritja lokale vijojnë të tërheqin turist nga brenda dhe jashtë vendit ose grupe të organizuara udhëtar individual. Pra pranvera ka sjellë gjallëri në këtë zonë që mbetet një ndër destinacionet më të preferuara në jug të vendit. Aktualisht, nga të dhënat e marra nga Drejtoria e Turizmit në Bashkinë Gjirokastër nga muaji janar e deri tani, është vizituar nga mbi 60.000 turist. Kemi patur një curi të suksesshme të turizmit, të cilat vazhdon në të njëjtën ritëm. Kemi filluar që nga fillimi i sezonit të themi të vitit 2025, kemi rreth 60.000 turistë që kanë vizituar. Numri më i madh vazhdon të regjistrohet gjatë fundjavës, por shikojmë që ka edhe një ecuri goxha të lartë gjatë javës. Gjithashtu, për të gjallëruar zonën muzeale në vijim është përgatitur edhe një kalendar i larmishëm aktivitetesh. Aktivitetet kanë qenë të shumta si kulturore, artistike, koncerte, shfaqje teatrore, shfaqje filmash, panaire. Natyrshëm aktivitetet do të vijojnë me të njëjtën ritëm. Ndërsa pranvera vijon të sjellë vizitorë në qytet, strukturat vendore mbeten të angazhuara për të garantuar një sezon të suksesshëm. Me natyrën, historinë dhe mikpritjen që e karakterizojnë, ky destinacion mbetet gjithmonë i veçantë për t'u zbuluar.